Zoti Beqa për të shkuar në Riyadh, Rubio përpara nisjes se të shkonte pra në Arabinë Saudite ka deklaruar që Zelenski duhet bëjë ca lëshime me Ukraina nga territoret e humbura nga 2014-a. Ndërkohë që Zelenski flet për një paqe të drejtë. Tani cila mund të jetë zgjidhja për territoret e pushtuara? Ndoshta mund të kemi edhe rastin e dy Koreve apo jo? Në fakt këto janë bisedime, këto quhen ndryshe në gjuhën teknike exploratory talks. Pra janë bisedime eksploruese për të parë dhe për të kuptuar pozicionin e palëve, dhe deri ku mund të shkojnë palët, pra sa mund të lëshojnë palët. Dhe në këtë rast, delegacioni amerikan do përpiqet të kuptojë se deri ku mund të lëshojnë ukrainasit, pra cilat janë vijat e kuqe të Ukrainës dhe se si këto mund të ballafaqohen me kërkesat e rusëve, sepse këtu janë dy palë dhe duhet gjetur një zgjidhje që integron kërkesat e të dyja palëve. Thënë këtë, natyrisht që do jenë bisedime shumë të vështira. Ndoshta hapi më i rëndësishëm do të ishte një pezullim i përkohshëm i luftimeve, dhe besoj që ukrainasit kanë rënë dakord me këtë për një pezullim të luftimeve në det dhe në ajër, por konflikti në front mbetet i tillë. Mirë po me këtë kërkesë nuk besoj që pajtohen rusët, sepse e shohin si një mënyrë të Ukrainës për të fituar kohë. Dhe do të shihet se si do të manovrojnë Shtetet Bashkuara të Amerikës në këtë ndërmjetësim. Zdyti, në afatgjat, problemi themelor nuk janë territoret, sepse të gjithë mendojnë që janë territoret problemi kryesor. Problemi kryesor është garancia për sigurinë e Ukrainës në të ardhmen. Pra garancia që Ukraina nuk mund të sulmohet në të ardhmen. Besoj ky është thelbi i të gjithë problemit. Dhe sa i përket territoreve, unë jam pothuajse i bindur që Rusia nuk heq dorën nga territoret. Ajo është çështje e kryer. Dhe Ukraina nuk do t'i njohë asnjëherë territoret si pjesë e Rusisë. Në këtë pikpamje do kemi një konflikt të ngrirë, pra nuk do kemi një zgjidhje. Rusia do i konsideroj territoret të tyre, do i integroj brenda Federatës Ruse. Ukraina nuk do t'i njohë asnjëherë si të tilla, dhe në pikpamje të ligjit ndërkombëtar nuk besoj se do të njihen ndonjëherë si të tilla. Dhe besoj që diskutimet do shkojnë përtej këtij realiteti faktik që është krijuar në teatrin e luftimeve. Dhe ajo që do të diskutohet në fakt janë kapacitetet e Ukrainës për të vetë mbrojtur nga Rusia. Çka do të thotë? Numri i ushtrisë, pra madhësia e ushtrisë së Ukrainës, dhe industria ushtarake ukrainase. Për të dyja këto, Rusia ka pretendime që të jenë modeste, pra të ketë një numër shumë të kufizuar të ushtrisë dhe të ketë një industri ushtarake shumë modeste. Ndërkohë që Ukraina kërkon që të ketë një numër shumë të madh, një madhësi të konsiderueshme të ushtrisë dhe kapacitete industriale ushtarake të mëdha për të përballuar çdo sulm të mundshëm në të ardhmen nga ana e Rusisë. Plus kësaj, kërkon edhe garanci nga vendet e tjera. NATO tashmë është bërë qartë që nuk është një objektiv i mbërritshëm për Ukrainën, ndërkohë që Ukraina kërkon garanci bilaterale nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, por edhe kjo është pothuajse e pa mbërritshme dhe e ka bërë të qartë presidenti Trump. Atëherë do të mbetet për të parë se çfarë garancish mund të japin europianët në kuadër të një arkitekture të re të sigurisë në Europë.